qytetar, misionar të ndryshimit, qytetar të lirë, që mbushni këtë shesh duke vrarë frikën dhe duke kërkuar ndryshimin në qytetet tuaja. Të dashur, kryetarët e degës Partisë Demokratike, Manjola, Altini, Afrovita, të nderuar kryetarët e ardhshëm të bashkive Sarand, Ardit, Sikuli, kryetari të ardhshëm të bashkisë Delvin, Ilir Mehmeti, kryetari të ardhshëm bashkisë Konispol, Fatmir Shero, kryetari të ardhshëm të bashkisë Imar, Fredi Bejleri, kryetari të ardhshëm bashkisë Finish, Leonida Kristo, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, lideri historik, profesor doktor Sali Berisha. Ne sot jemi këtu në takimin për mbyllës të fushatës elektorale
por misioni jonë vazhdon deri në 14 maj, ku në kutitë e votimit do të vendosim ndryshimin e qyteteve tona, duke votuar kandidatët më të shkëlqyer dhe programet më kuptimplota për këto qytete. Ne nuk patëm mundësi që të zhvillonim debat me kandidatët përballë, pasi ata kishin frikë nga ju, pasi ata kishin frikë nga integriteti dhe profesionalizmi juaj, pasi ata kishin frikë nga programet tuaja, nga alternativat që ju i ofroni qytetit. Ata kishin frikë edhe nga koalicioni jonë. Nga koalicioni jonë i përbashkët me Partinë e Lirisë, përshëndes drejtuesin e qarkut Partisë Lirisë, zotin Dimitraj Qlapa, dhe nga drejtuesi i Partisë PPD-një, zotin Vasil Kajo, të cilin e përshëndes. Të gjithë ne bashkë jemi bashkuar në një ideal, jemi bashkuar me një program, jemi bashkuar dhe në fakt pak metra më tutje kemi parë cirkun e fshatit, teksa me autobuza nga Tirana dhe nga Durrësi mbushën atë shesh atje dhe nuk thanë asgjë për ju, nuk thanë asgjë për Sarandën, nuk thanë asgjë për Ksamilin, nuk thanë asgjë për Delvinën, asgjë për Konispolin, asgjë për Finiqin. Vetëm një show patetik dhe përgjërime për kandidatin e socialistëve të vërtet, Gjergji Mërkuri. Ata e ndjen frikën e humbjes dhe e din atë nga sondazhet e tyre të brendshme, por edhe nga entuziazmi juaj, edhe nga forca e të vërtetës që ne mbajmë me vete. Sot, si radhë herë në Konispol ka zbarkuar zëvendës kryeministrja, Belinda Balluku, ka ardhur pa asnjë lidhje me Konispolin, ka ardhur duke mos pas as origjinë dhe as punë në Konispol, por vetëm me një mision, që të intimidoj, që të kërcënoj qytetarët e Konispolit dhe të Finiqit. Por përgjigjen e kanë, jo një ministre, por gjithë qeverin të sjellin këtu, nuk e marrin dot Konispolin dhe Finiqin. Jo një në Delvin, po kërcënojnë me polici, po jo një grup policor sjellin këtu, por gjithë policin sjellin këtu, nuk e marrin dot Delvinën dhe Himarën. Në Sarand po kërcënojnë me oligarkët që do të vjedhin prona tuaja, toka tuaja. Po jo 3 oligarkë të sjellin këtu, por gjithë oligarkët të sjellin këtu, nuk e marrin dot Sarandën. Nuk e marrin sepse jeni ju qytetarët e lirë që do të votoni ndryshimin, do të votoni koalicionin Bashkë Fitojmë, numri 1 në fletën e votimit, do të votoni kandidatët tanë. Tani kam derin të ftoj kandidatin fitus, kandidatin ton të shkëlqyer të Bashkisë Sarandë, Ardit Cikuli. Mi mbrëma të gjithëve, mirë se ardhët në këtë eveniment i cili do të jetë përmbyllës në fushatën tonë. Mirë se ardhe profesor Dr. Sali Berisha, mirë se ardhe lideri Partisë Demokratike, mirë se ardhe në këtë eveniment i cili do të vullos përfundimisht fitoren e të gjitha bashkive në jugun e Shqipërisë. Përshëndes gjithë përfaqësuesit politik të koalicionit Bashkë Fitojmë. Të dashur njerëzit e mi, nuk kam parë kur forcë më të madhe se forca e dinjitetit. Ju jeni prova se po, në Shqipëri fitohet edhe me dinjitet. Ju sot në këtë shesh jeni prova se mundet oligarkia edhe me dinjitet. Ju sot jeni dëshmi se vritet frika me dinjitet. Ju sot jeni beslidhja që do të përkthej në vepra me dinjitet. Ju jeni njerëzit e mi. E dini që unë nuk jam produkt i servilizmit, as i oligarkisë, as i parave të pista, as i krimit, as i parave të vjedhura nga ilaçet e spitaleve të këtij vendi. Ju e dini se unë jam produkt i dinjitetit.
Digniteti im është garancia juaj. Digniteti im është garancia ime për ju. Digniteti familjes time është besa ime për ju. Digniteti garës tonë është garancia se ne nuk do të kemi detyrime as ndaj krimit, as ndaj oligarkis dhe as ndaj zaptusve. Hidhni një sy miqtë e mi. Nga kundërshtarët tanë, shikoni kush po lufton për kandidatin që kemi përballë. Shikoni se gjithë zaptusit, zhvatësit dhe bota e krimit janë në një ekip me të. Edhe socialistë të ndeshëm e din këtë gjë. Ata e din se krimi nuk ka ardhur në Sarandë për të begatuar ata, po për të na vjedhur dhe për të na shtipur të gjithëve ne. Siç jeni dhe dëshmitar gjatë gjithë këtyre viteve. Kjo nuk është betejë politike. Kjo është një betejë e Sarandës, e Ksamilit, e Berdeneshit, e Manastirit, kundër krimit që po tenton të stacionohet këtu në tokat tona, në tokat që ata i quajnë plaçka, ndërsa për ne këto toka janë atë dhe. Kjo nuk është një betejë e thjeshtë, sepse është një betejë midis nesh qytetarëve dhe zaptuesve të pronave nga Saranda në Ksamil. Kjo është një betejë mes ne qytetarëve të Bashkisë Sarandë dhe atyre që oligarkia e Tiranës i ka imponuar si kandidat. Kjo është një betejë mes dinjitetit dhe imponimit. Kandidati im rival është një imponum i dhunshëm i oligarkisë, ndërsa unë jam vullneti i dinjitetit tuaj. Unë jam kandidat që kam dalë nga primaret, kam dalë nga vullneti i qytetarëve të Sarandës. Kundërshtari jonë prezantohet si specialist turizmi, sepse pas ka një hotel në Durrës, por harron që Saranda dhe Ksamili kanë 10 të tillë këtu në Sarandë në Ksamil. E megjithatë, asnjë prej tyre nuk është kandidat për kryetar bashkie. Ai prezantohet edhe si dashamirës i Sarandës, edhe pse s'ka lidhje fare me Sarandën. Përveç faktit se familja e tij ka ndërtuar ca pallate në Sarandë me trotuare të ngushtë, ku para tyre nuk mund të kalojë një nën me karrocën me fëmijën e saj. Kandidati i memeve dhe gafave, kandidati importuar nga oligarkët, po tregon dukshëm edhe një vesë të tij, duke kopjuar programin tim. Në fakt s'ka se ç'bën, sepse ai nuk ka një program për qytetarët e Sarandës. Sepse po ta kishte, do të dilte në debat publik, në një debat publik që unë e kam kërkuar 10 herë. Dhe për të vazhduar më tej me vesin e tij, po prezanton edhe projektet e Bankës Botërore si të tijat. Kjo gjë në fakt quhet mashtrim publik dhe pa aftësi. Saranda nuk ka nevojë për një kryebashkiak të tillë. Të dashur njerëz të mi, kjo betejë është më shumë se fati im politik. Kjo betejë është një ëndër. Është ëndra e çdo banorit të këtij bregu të bekuar. Është ëndra e sarandjotëve dhe ksamiliotëve që kujtojnë me mall e duan të kthejnë kohët ku qyteti jon ishte i gjelbër dhe i bukur. Ndaj angazhohem solemisht para jush se Saranda, Ksamili, Berdeneshi, Manastiri, Çuka, Gjashta, Metoqi, Shelegari do të kenë lulishte dhe këndë e lojrash në çdo lagje. Ju jap besën se do ndërtojmë trampolinën e vogël dhe trampolinën e madhe, ku ishin dhe si ishin. Ju jap besën se do të vazhdojmë shkallaret që janë dhe do ndërtojmë dhe 2 të tjera në zonën e turizmit deri në kanal të Çukës me zigzake duke mos cënuar edhe pronat e qytetarëve. Ju jap besën se do ndërtojmë parkun e frangofiqve, pefkave dhe meneksheve, ku ju do të çoni fëmijët tuaj të ndjejnë lumturinë e dikushme që ndjejnë të gjithë. Ju jap besën se lagje numër 1 do ta kthejmë në identitet të plot.
Ju ja besën se çdo sarandiot dhe Ksamiliot do të ketë mundësi të lahet në det pa u detyruar të paguaj. Plazhe me gardhe nuk do të ketë më. Bizneset Buzdetit do të ndihmojmë të shëndoshen dhe të fitojnë. Unë nuk kam asgjë me fitimin. Do ju sigurojmë rërën çdo fillim sezoni. Do ju sigurojmë vendosjen e kushteve të sigurisë dhe mole për skafet dhe anijet e tyre. Do ju heqim taksidarët nga puna. Por askush nuk do të guxojë të zaptoj plazhet për të cilat ne do të vendosim se do të jenë plazhe publike. Zotohem para jush dhe ju jap besën se Saranda do të ketë qendër rinore më të mirë në Republikë. Bashkia do të sigurojë ambiente moderne për kurset e fëmijëve sipas fushave të tyre dhe talenteve të tyre. Saranda për vëllezërit tanë emigrant do të ketë drejtori e migracioni që do të asistojë online në çdo problematikë të tyre. Dje në një takim emocionues me ta në Athinë, lidhëm besën dhe ata do të vinë masivisht dhe të votojnë me mira. Që të shporrin ata që kanë 12 vite që tallen me nevojat tona, duke lënë Sarandën, Ksamilin, Berdeneshin, Manastirin, Çukën, Gjashtën, Metoqin dhe Shelegarin në pikën e hallit. U kujtuan tani një javë para zgjedhjeve që të hedhin asfalt dhe beton elektoral. Për të mashtruar sërish me shpresën monstruoze që të na pijë gjakun edhe 4 vite. Saranda është ndër bashkëqytetarëve tanë që janë vendosur edhe në vitet e fundit. Atyre që e duan dhe kanë vendosur të investojnë këtu. E kanë fjalën për ata që kanë dinjitetin dhe ndeshmërinë udhëheqës të jetës së tyre. Ata janë ne. Ne jemi një. Kushdo është i mirëpritur në Sarandë përveç krimit. Ndalem këtu posaçërisht për banorët e lagjës Baba Rexhep. Për te parashikimeve të mia dhe programit për Sarandën, ku lagja e tyre zë një vend të rëndësishëm sa i takon investimeve për rrugët, Lulishten, Çerdhe, Kopshtin dhe furnizimi e ujë nga takimet me ju, gjatë kësaj fushate është kërkuar me forcë zbërja publik i plazhit poshtë Varrezat të qytetit. Botërisht sot marr angazhimi se brenda muajit të parë pas mandatit tim si kryetar bashkie, plazhi poshtë Varreza në lagjen Baba Rexhep do të bëhet plazh publik, i administruar nga bashkia pa pagesë për banorët e asaj lagje, pa pagesë për bizneset e asaj lagje. Ksamiliot dhe të mi, ju premtoj se në rrugët e tyre do të jetë në çdo cep asfalti. Ksamili do të jetë model me rrugë të asfaltuara, të ndriçuara, të pastërta, ashtu si takon një vendi turistik. Do të punohet fort që Ksamili, kjo balë të bekuar, të ketë jetesë cilësore 12 muaj në vit. Ja besën dhe do të jem përballë pushtuesve që kërkojnë që pronën e Ksamiliotëve ta kthejnë në kapanone për punëtorët e rezorteve turistik. Ja besën edhe për gjashtarët e mi, për metoqarët e mi, për çukarët, për shelegarsit, për berdeneshasit, se do të kenë lagje të kuruara, rrugë, ndriçim, pastërti, do të kenë më shumë ujë në çezmat e tyre dhe sigurisht do të kenë mbështetjen absolute time dhe të stafit tim për çdo projekt që ata do të kenë, pa ju kërkuar askush rrushfete dhe pa ju imponuar askush burokraci. Për Sarandën, Ksamilin, Berdeneshin, Manastirin, Çukën, Gjashtën, Metoqin, Shelegarin, do të bëjmë atë që të gjithë e dimë se duhet bërë. Do vendosim në sistem meritokracinë. Vendet e punës do jenë disponibël për më të mirët e këtij vatani. Do ndërtojmë parkingje në Toksor në 4 lagje të qytetit dhe një parkim qendror në Ksamil. Do të marrim në kontroll pastrimin e qytetit, duke krijuar kompani me pronësinë 100% në duart të Bashkisë Sarandë, duke i dhënë fund abuzimit. Zotimi im është se në fund të mandatit të parë Saranda do jetë qyteti më i pastër në Republikë. Do të ndërtojmë jashtë qytetit stacioni modern të transportit urban. Transport publik në çdo lagje dhe për kategoritë caktuara do të jetë edhe falas. Do të hapim bashkim për qytetarët, jo më bashki buker. Transparencë dhe dëgjesë publike para çdo investimi madhor në Bashkinë Sarandë, që vendimet e qytetit i marrin të gjithë së bashku. Bashkë mund të bëjmë realitet atë që kaq vite kemi ndërruar. Ju bëj thirrje gjithë administratës publike.
bashkëqytetarëve tanë, mos u shantazhoni nga ata që u trajtojnë si leck, në ata që ju marrin zvarr në mitingjet politike të kandidatit importuar dhe ju përmendin rrogën që ju japin çdo muaj. A thua sikur u falin dhe jo sikur japin si shpërblim për punën tuaj. Në datën 14 maj, ndërshkoni me vot ata që kërcënojnë ju dhe familjen tuaj. Votoni Ardit Cikulin, votoni koalicionin Bashkë Fitojmë. I bëj thirrje edhe administratës së Bashkisë Sarandë. I bëj thirrje edhe administratës së Bashkisë Sarandë. Unë do të jem kryetari që do të ngërë flamurin në qytetit, dhe jo të partive, në atë institucion. E përjedhoj asnjë burrë dhe asnjë grua e ndeshme, asnjë specialist i mirë nuk do t'i kërcënohet vendi punës. Unë jam qytetari i Sarandës, unë e dua vendin tim, unë e dua popullin tim. Prandaj në datën 14 maj, votoni Ardit Cikuli, votoni koalicionin Bashkë Fitojmë. Pa dallim partie, feje, krahine, do të bëjmë këtë bashki të lavdishme përsëri. I bëj thirrje edhe të pamundurve, fukarejve, të cilët marrin trastën e ushqimeve apo bezjeqen euro për votën e tyre. Të mos japin votën atyre që ju marrin votën me 50 euro dhe t'ju pi gjakun për 4 vite. Ruani dinjitetin tuaj, ruani dinjitetin e familjeve tuaja dhe votoni Ardit Cikulin dhe koalicionin Bashkë Fitojmë, sepse ne do ju japim dinjitet. Në datën 15 maj, unë do t'jem kryetari i Bashkisë Sarandë. Kështu që votoni Ardit Cikulin dhe koalicioni Bashkë Fitojmë, votoni pa ndrojtje, votoni pa frikë, votoni me dorë në zemër, votoni me mendim të kthjellët. Rrofsh Saranda, rrofsh Shqipëria. Ftoj në skenë liderin historik të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishën. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, vëllezër, motra, zonja e zotëri, banor të Sarandës, përshëndetjet e mia më të përzemërta, mirënjohjen më të thellë dhe kënaqësinë më të madhe që ne inaugurojmë fitoren sot me këtë miting madhështor të zjarrt përfullimtar të fushatës sonë elektorale. E nderuar zonja deputete e Kuvendit Shqipërisë drejtuese e fushatës në rreth të Sarandës, Ina Zhupa. E nderuar kryetare e Partisë Demokratike të Sarandës, i dashur zoti Ardit Cikuli, kryetari ynë i ardhshëm Bashkisë Sarandë, i dashur zoti Fatmir Shero, kryetari i ardhshëm i Bashkisë Konispol, i dashur zoti Ilir Mehmeti, kryetari i ardhshëm i Bashkisë Sarandë, i dashur zoti Fredi Bejleri, kryetari i ardhshëm i Bashkisë Himar, që janë nxorë të gjithë që kishte brenda Edi Ramës para shqiptarëve në takim. I nderuar zoti Leonida Kristo, që shkëlqen me mungesën tënde sot se je në fushat në Greqi, kandidat dhe kryetari i ardhshëm i Bashkisë Finiqit. Të dashur miqtë e mi, Dashamir, Piro, Dimitraq, përshëndetjet më të përzemërta të gjithë juve këtu. Sot kam ardhur për të mbyllur së bashku
me këtë miting fushatën e fitores, fushatën elektorale, fushatën e fitores në Sarandë dhe bashkit e këtij rrethi. Kam ardhi bindur se kandidatët që paraqesim janë kandidatura të shkëlqyera, të cilat në çdo aspekt, në çdo drejtim, janë kandidat tuaj. Jo vetëm se i keni nxjerrë ju, i keni propozuar ju, i keni votuar ju, por dhe se, siç keni pa, gjatë këtyre muajve fushat elektorale, ata kanë patur meritën e madhe nga mëngjesi në darkë të diskutojnë me ju, të debatojnë me ju, të ndëgjojnë shqetësimet tuaja, por edhe të paraqesin para jush të gjitha zgjidhjet më të mira për problematikat e Sarandës, Himarës, Delvins, Finiqit, Konispolit, problematika të akumuluara, të krijuara nga një qeverisje e cila në këto vite vetëm për ju, për qytetarin, nuk pyeti se ekziston. Le të marremi sot në një moment tek kandidatët e krahut tjetër. Ata janë kandidat të një njeriu, janë kandidat të Edi Rams, janë kandidat të xhepit tyre, janë kandidat që s'kan lidhje absolutisht me qytetarët. Ngrihet tjetri nga Durrësi, vjen këtu i deleguari personal i famziut Alket Hyseni. Alketin e hoqen vetë socialistët, e përzun. Bim për ato që bëri. Tani gjeti këtë tjetrin Çaçin, i cili vjen tek trashëgimia e prindërve tek pallatet. Pra ky është kandidat pallati. Po, çfarë lidh këtë me Sarandën përveç pallateve të familjes tij? Çfarë lidh këtë me Sarandën përveç zotimit makabër, që do krej eshtrat nga varrezat e Sarandës, sepse duhet që oligarkët të ndërtojnë aty dhe vetëm aty? A mund vi një kryetar bashkie, një kandidat për një mision të tillë në një qytet, vjen vetëm përfaqësuesi i mafjes? Miqtë e mi, mafja është forma më e egër e krimit, forma më aprincipiale, më pa shpirt. Ndaj dhe ata janë të aftë të bëjnë gjithçka. Shikoni ç'bën mafja. Zbret Belinda Ballukun nga Peshkopia, ku e ka çuar në Konispol. Po pse e zbret me valixhe me para? Sepse po ju them unë, sepse ajo është në Ballkan pas Edi Rams hajdutja e dytë më e madhe. Më falni. Po pse e them unë këtë? Po e them unë këtë sepse ajo zbraz digat pasurin tuaj publike, gjithë verën, në një kohë kur ligji nuk lejon të zbrazin digat verës. E shet energjin me çmim 20-30 euro sekserve të saj, dhe ata po këtë energji e rishesin në bursë me 180 euro, me 150 euro, dhe këto i fut në rikulla në xhep, këto i vjedh dhe i nkason. Kush mund të dyshoj për këtë i them? 3 javë më parë inauguruan bursën me ndërhyrje të fortë ndërkombëtare. Se u bëhe qartë çfarë vjedhje të mërshme bëhej me energjinë. Dhe dolin a tha, tani s'ka më tani. Tani energjia do shitet në bursë. Ku shit energjia 2 javë më parë? Përsëri si të shiste më parë.
përsëri me sekser, përsëri jashtë burse, dhe me ato para është tur drejt Konispolit. U bëj thirrje demokratëve të Konispolit t'ja filmojnë valigjet. T'ja filmojnë valigjet. Dhe çamëve të Konispolit u them se ajo duhet t'ishte njeriu i fundit që mund të shkelte në Konispol, sepse gjyshi i saj ka qenë delati i vërtet i procesit makabër që Enver Hoxha zhvilloi kundër çamëve në Tiranë. Ajo nuk mund të shkonte në Konispol, pa kërkuar falur në emër të gjyshit për krimet e shëmtuara, pa ditë spionimet që gjyshi u bëri djemve të çamërisë që ishin në ushtri. Por këto janë vetëm një aspekt. Këta kandidat nuk dalin ballafaqohen. Nuk vjen ai, vjen dhe thot këtu se kam hotel në Durrës. Hajde këtu tregoj Sarandjotëve si e bëra atë hotelin ti. Me çfarë parash, ku i more parat? Nuk vjen. Nuk vjen sepse i ka siç i ka. Nuk vjen sepse i duhet të tregoj të gjitha lidhjet, ndërsa kandidatë tanë janë të gatshëm në çdo kohë, në 12 natë, 12 ditë të dalin këtu në shesh para jush ose në studio dhe t'japin llogari për çdo gjë, t'u përgjigjen për çdo gjë. Po ku mund të dalë kandidati Delvins, që është si me qeni rritur në ishullin e drogës? Kushërinë e parë në Itali me 10 kilogram kokain, vjerri 2 herë i dënuar për drogë. Ardi Veliu, një nga kriminalët më të mëdhenj në historinë e policisë shqiptare, që vjen dhe bën fushat se ka hall të marrë ndonjë mandat deputetim. Ardi, edhe ti do pësosh fatin e tyre, jo deputet, po atje ku meriton do shkosh. Pra, a ka një krahasim? Unë ftoj Edi Ramën. Edi Rama, hajde urdhë bujrëm, të dalim para qytetarëve, të dalim në çdo studio televizive, në çdo shesh, dhe t'u japim llogari. Unë kam qeverisë, ti ke qeverisur. Pse ke frikë? Çfarë të trem ty që largohesh? Ke frikë ti, se ti ke vjedh, se ti u the shqiptarve, ja ku ishte zonja, ja bëri. Unë kam firmos, paf, po ke firmos për xhepin tënd, ke firmos për të vjedhur, ndaj dhe nuk del dot këtu, se ke firmos në mënyrë të kundërligjshme 420 milion euro për djegsat. Se ke firmosur në mënyrën më antiligjore, më kriminale, për të shpërbër pasurinë më prallore që ka Saranda dhe Shqipëria, parkun e Butrintit. Miqtë e mi, ju jeni këtu, po parku i Butrintit ju garantojnë ju, nuk ka një të dytë në Europë dhe ndofta dhe në kontinente tjera. Ajo është jo vetëm një mrekulli e civilizimit, por ajo është një mrekulli e Zotit dhe e natyrës. Dhe mrekullia e civilizimit me mrekullinë e Zotit dhe të natyrës, me kepin e stillos, me biodiversitet e jashtëzakonshëm, përbën një kompleks që nuk gjinet kund. Unë, si të dini ju, jam përpjek të ruaj, dhe Lordi Rothschild, për çdo lloj cenimi që ndodhte, më bënte letër dhe unë e vlerësoja shumë. Po pse? Ai park nuk është vetëm për ne, ai park është për fëmijët tanë, për fëmijët e fëmijëve tanë, për gjeneratat që vinë, është park që s'gjinet më kund. Zgjerova rrugën.
protest, pse preke, pse morë një pjesë nga parku për të zgjeru rrugën. Ja u sqarova, ishte për sigurinë e jetës turistëve, qytetarëve. Kurse tani, çfarë bëri korrupsioni? Korrupsioni e ndau qytetin arkeologjike nga zona A, nga Kepi Stillos, dhe fondi mori qytetin Kepi Stillos, ja dha Rams, ja dha qeverisë. Ky është akt më i shëmtuar dhe unë ju garantoj se kryetari ju i bashkisë, se Partia Demokratike s'do të pranoj kurrë të tjetërsoj këtë mrekullim mahnitse të qytetërimit dhe të natyrës e pa shoqe, siç është parku i Butrintit. Cila është sot fushata? Ju e shifni, kandidatë tanë dalin para jush me një platformë ku zotohen me vendime konkrete, me projekte konkrete për të ndryshuar jetën tuaj. Nga ana tjetër, çfarë ndodh? Kandidati Edi Rams bëjnë kopjen e Edi Rams, kurse Edi Rama kalon nga sheshi në shesh me 4 fjali. 4 fjali. Zora qore, nuk kam motër për të martuar, gjyshja ime më ka thënë këto dhe nuk do ndihmoj, po votuat për dërnë. Kjo është fushata e një kryeministri që ka qeverisur 10 vite, për të mos thënë pastaj fjalorin tjetër banal. Çfarë tregon ai me këtë fushat? Me këtë fushat tregon para zgjithash se ai nuk ka pikën e respektit për qytetarin. Se ai nuk ka asnjë ndjesi për problematikat e mëdha të qytetarëve. Se ai mendon se do u jap përgjigje se kështu më ka thënë gjyshja, se po të kisha motër, nuk kam motër se ti je çuni mirë, zora e trashë, zora e holl, etj, marr fjalë të tilla. Jo, ai është përgjegjës, shumë përgjegjës, sepse ai është sot kryeministri i një vendi, banorët të cilit kanë braktisur vendin e tyre shumë më tepër se ukrainasit nga lufta, shumë më tepër se sirianët nga lufta civile. Kanë braktisur sepse u vendosi darën e varfërisë, tiraninë e varfërisë, ngriu rrogat, kurse çmimet u rriten dhe i rriti vetë me borde në mënyrë stratosferike. Ai hapi kufit, shkatroi qindra mijëra ferma në të gjithë Shqipërinë për t'i dhënë përparësi prodhimeve serbe. Serbia ka një subvencion 50 herë më të madh se Shqipëria ndaj fermerëve. Dhe përrjedhoi, nuk mund të konkurohet në këtë mënyrë. Kjo është e pandershme. Rrogat i ngriu. Para kishte 5 miliard të ardhura ka qenë buxheti pasi dyfishoi taksat. 3 miliard ishte buxheti me taksat për gjysmuara. Me 5 miliard, ai mund të kishte rritur rrogat të paktën 3 herë, po të donte. Por jo, përkundrazi, zgjodhi t'i vjedh ato para, duke ndërtuar rrugë 24 kilometra, 24 milion euro kilometrin, nda 2 milion qerçmimi. Zgjodhi të lëshojë në një jetë të shfrenuar luksi. Tu thoj me avion dhe shpenzoj 22 milion euro, me avion me dhomë gjumi, të ble vazën në borën e kryeministrisë 4 milion euro. Çfarë është kjo? Shpërfillja absolute për qytetarin, shpërfillja absolute për problemet e tij, për nevojat e tij. Po atje ato para më mirë
përdori për të blej ilaçet që si kemi për smur, që kushton dhe jetën. Ti ato para, shtoja atyre që janë në ndihmë ekonomike. Çfarë tregoi Banka Botërore 5 ditë më parë? Vetëm 20% e shqiptarëve që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, pra që kanë ndë $1 të ardhura për frym, marrin ndihmën ekonomike. Sepse ai ka dalë tani me teorinë, në Shqipëri nuk vdes kush për bukë, por nuk është problemi të vdesish për bukë, është problemi të jetosh si njeri. Problemi është jetosh si njeri, që shqiptarët jetojnë si njerëz, dhe të mos u dridhet dora, të mos në morin kafshatën, të mbyllin muajin si duhet, të kenë të disa kursime, të kryojnë të gjitha shërbimet që kanë. Poris Rogat, tha. Poris Rogat. Edhe do t'i bëj 900 euro rrogën mesatare për të mashtruar me një cinizëm ekstrem. Solli ligjin në parlament dhe mbylli parlamentin. Sot dola, i kërkova, të hapim ditë e të parlamentit, ta votojmë ligjin, edhe ne votojmë ligjin. Hajde urdhë. Të votojmë të bëjmë rrogat mesatare 900 euro. Po sigurisht që do e bëjmë. Po nuk vjen. Çfarë bëri? Pyesni mësues sa u ka rrit rrogën. U premtoi 250.000 lek rritje, ju ka dha 25.000 lek. 10 herë më pak. Pyesni mjek sa u ka rrit rrogën. Pyesni policët sa u ka rrit rrogën. Ushtarakëve shpalli rrogën e admiralit aq e kaq. Ushtarët, shumica e tyre duhet të largohen sepse me rrogën që marrin. As familjen as vetën nuk e mbajnë. Pra, dhe të gjithë të dramë, të gjitha këto probleme, kërkon t'i kaloj me zorën qorë, se më ka thënë gjyshja, se nuk ka motër se ti e quri mirë, dhe nuk u jap lek po votuat për dërnë. Çfarë është kjo? Nuk është kjo një përqeshje, një shpërfillje plot e qytetarëve. Ndaj dhe ju ftoj miqtë e mi, me datën 14, të gjithë banorët e këtij rrethi, kudo që janë, të gjithë sarandiotët dhe sarandiotët, në Saran, në Shqipëri, në Greqi, në Itali, kudo që ndodhen, të vinë dhe të votojnë ndryshimin, të votojnë kandidatët e primareve, kandidat e koalicionit bashkë fitojmë. Keni të sigurt se jeta juaj do të nisë ndryshimin. Ndryshimi është shpresë, ndryshimi është besim, ndryshimi është dinjitet. Saranda do të dal nga kthjetrat e mafjes. Tani që flasim, brenda 2 muajve, në Ksamil, mafja ka ndërtuar 50 vila, duke paguar të gjithë, policie, inspektoriatët, çdo gjë. Në qoftë se vazhdohet me ta, Ksamili do zhduket, brigjet do zhduken, Kepi Stilos do tjetërsohet. Ndaj dhe t'i dalim Zot me votën tuaj, Saranc, Ksamili, Delvinës, Finiqit, Himars. Kjo është vot për fatin tuaj, për fatin e Shqipërisë. Nuk votohet Edi Rama. Edi Rama është sjell me shqiptarët më keq se çdo pushtues në çdo kohë. Edi Rama nuk ka të ardhme. I lexuat ato shkrimet për Vučićin, me Bjellivukun e me këto. Shpejti do të dëgjoni për Bjellivukun e Edi Ramës, për dosjet e tij. Përveç asajt me Gonigalit. Por me votën tonë, ne votojmë ndryshimin, votojmë të ardhmen. Rrofsh Saranda, rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.